Ne jemi këtu sepse Khomeini është rritur. Ne po dëgjojmë udhëheqësin ton. O popull shiit dhe musliman të botës, ata duan të na e marrin fen ton. Ata janë në luftë me muslimanët. Ata duan vetëm të na e marrin islamin. Prandaj, le të përpiqemi ta ruajmë islamin. Ne do të luftojmë me unitetin ton. Përndryshe, pas muslimanëve të Iranit, do të vijë radha e muslimanëve të rajonit. Bota, Amerika dhe Izraeli kanë vendosur ta eliminojnë udhëheqësin ton. Ne kemi zgjedhur udhëheqësin ton të ri. Ne jemi gati të sakrifikojmë jetën për të. Le ta di bota këtë. Të gjithë muslimanët e botës duhet të ngrihen për unitetin e tyre. Të gjithë muslimanët e botës duhet të ngrihen për unitetin e tyre. SBA-ja vrasëse dhe regjimi sionist menduan se do ta eliminonin popullin e Iranit dhe do ta ndryshonin revolucionin islamik të Iranit. Ata gabuan. Populli i Iranit është ngritur për unitetin e tij kundër regjimit sionist. Ata do të luftojnë deri në pikën e fundit të gjakut. Ne jemi të lumtur që udhëheqësi ynë i ri është zgjedhur. Nëse babai i tij është martir, edhe djali i tij është martir. Me ndihmën e Zotit, me udhëheqjen e tij, ai do ta vazhdojë rezistencën. Unë jam iranian. Jam ndjekës i Imam Khomeinit. Jam ndjekës i Imam Mushtaba Khomeinit. E kam ndjekur për një kohë të gjatë, do ta ndjek deri në fund të jetës sime.